Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Collagen Superdose, Eptaderm, Luna Farm, Italmed, Organic, Shëndeti dhe Mirëqenia. Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Një prej efekteve anësore të hipotiroidizmit për të cilin flitet shumë pak është edhe tharja e lkurës. Në disa raste, kjo tharje ka lënë në gjendje shumë atrana ku pacientët e ndjejnë nevojë theksuar për krurje, gjë që madje manifestohet me skuqje edhe me irritim të lëkurës. Përveç kujdesit lëkurës nga jashtë, kujdesi nga brenda është i domosdoshëm. Në rastet kur gjendra tiroide prodhon hormone më pak se sa normalisht, ndikon edhe në rënien e prodhimit të kolagjenit nga organizmi. Qysh e kemi cekë edhe në episodat e kalume, kolagjeni është një substancë apo një proteinë shumë e rëndësishme për mirëmbajtjen e lëkurës dhe funksionimin normal të saj. Në këtë rast, paraqitet nevoja që kolagjenin me marrë me anë të suplementeve. Po cilat janë ato kriteret që i bojnë kolagjen me u dallu prej qindra llojeve të cilat ndodhen në treg? Si fillim, kriteri i parë është tipi i kolagjenit. Tipi i kolagjenit i cili ndodhet në lëkurë është shumë i përafërt me kolagjenin që ndodhet nga peshku. Për këtë arsye, kriteri numër 1 që ju duheni me kërku kur kërkoni një kolagjen për lëkurën është që të kërkoni kolagjen me origjinë nga peshku. Kriteri numër 2 është forma farmaceutike. Kolagjenat në formë të lëngshme kanë efikasitet edhe përthitje shumë më të madhe se sa kolagjenat në formë të pluhurit dhe ata në formë të tabletave. Rrjedhimisht, edhe rezultati apo efikasiteti i tyre në lëkurë është shumë më i madh. Kriteri i tretë që fatkeqësisht për to flitet shumë pak në opinion është kombinimi i kolagjenit me substanca tjera. Që kolagjeni me qenë efektiv ai duhet patjetër me pas edhe substanca të tjera të cilat të fuqizojnë veprimin e njëra tjetrës, por në njëjtën kohë edhe substanca të cilat e nxisin organizmin nga brenda me prodhu më shumë kolagjen. Në këtë rast, siç është Collagen Superdose Skincare, përmban edhe vitamin C, e cila e nxit organizmin që natyrshëm me prodhu kolagjenin nga brenda. Kur kam filluar me lexu për kolagjenin fillim para shumë viteve, se si fillim do isha e përdorur edhe për veti e kom pas pa mundur me gjetë një kolagjen i cili ka plotësuar krejt këto kritere. Sa herë që kom kërku kolagjen me origjinë nga peshku, era ka qenë shumë e rëndë dhe unë si person që nuk e ham peshkun e kom pas pa mundur me konsumu ndonjërin prej atyre kolagjenave. Kolagjen që i ka plotësuar gjitha këto kritere që i përmenda pak më herët ka qenë Collagen Superdose Skincare dhe për këtë arsye unë kom prit derisa ky produkt ka në treg me fillu me përdorë edhe për veten. Domethënë përveç që ka kolagjenin me origjinë nga peshku, përmban edhe shumë vitamina dhe minerale të tjera, të cilat përveç se i shërbejnë prodhimit të kolagjenit në organizëm, po ashtu ndihmojnë edhe në imunitet. Në momentin që i përdori këtë kolagjen, i largoj vitamina tjera të cilat i përdori në jetën e përditshme për forcimin e imunitetit, se nuk ka nevojë me i përdor dy produkte. Collagen Superdose Skincare ka shije edhe erë shumë të këndshme të mangos, domethënë nuk ndjehet fare shija e peshkut. Përdoret 2 lugë gjelle në mëngjes esëll, duhet me e tund para përdorimit edhe mas hapjes duhet me mbajt në frigorifer. Por me pa efekt të dukshëm, kolagjeni duhet me u përdor patjetër 3 muaj rregullisht. Në rubrikën e mysafirëve për sot kemi të ftuar doktoreshën interniste endokrinologe doktoresh Rina Tafashiko. Doktoresh, mirë se erdhe në Glowcast. Mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Doktoresha, mundesh më na tregu më gjërësisht se me çka merret endokrinologjia? Endokrinologjia është shkencë e cila merret me studimin e hormoneve. Studion të gjitha çrregullime që shkaktohen prej gjandrave të shumta të cilat prodhojnë hormone. Në trupin tonë ekzistojnë gjandra të shumta, si që është hipofiza, është gjandra tiroide, janë gjandrat mbiveshkore, janë vezoret, janë testisët. Të gjitha këto prodhojnë hormone dhe marrin pjesë në funksionimin e përvojëse të organizmit. Edhe endokrinologjia i studion veprimin e hormoneve, gjithashtu çrregullimet që vijnë nga këto gjandra dhe çrregullimet hormonale, pastaj që vijnë si pasojë e çfarëdo çrregullimi të funksionimit qoftë të gjandrës tiroide ose mbiveshkore ose të hipofizës. Me qenë se endokrinologjia po përfshin shumë pjesë, sot po fokusohemi pak më shumë te gjendra tiroide. Cili është funksioni primar i gjendrës tiroide? Gjendra tiroide është një organ që ndodhet në qafë, ka formën e fluturës dhe që i prodhon 2 hormone. Hormonet e gjendrës tiroide e kontrollojnë punën përvojëse të tërë organizmit. Marrin pjesë në funksionimin e tërë organizmit, duke vepruar në receptorët e tyre që ndodhen përvojëse në tërë sistemin e organeve. Ato e kontrollojnë metabolizmin, edhe kontrollojnë prodhimin e energjisë, prodhimin e nxehtësisë, kështu që mund të themi që organet e gjendrës tiroide me vërtet kanë rol shumë të rëndësishëm në organizëm duke kontrolluar përvojëse funksionimin e tërë organizmit.
Çka e shkaktojnë çrregullimet ose keq funksionimet e gjandrës tiroide? Ekzistojnë disa çrregullime të gjandrës tiroide. Gjandra tiroide mundet me funksionu ndonjëherë, mundet me funksionu do me thonë më ngadalë, dhe kjo quhet hipotirozë. Hipotiroza është do me thonë një hipofunksion i gjandrës tiroide, atëherë kur prej gjandrës tiroide prodhohen më pak hormone se sa që duhet të prodhohen, pra atëherë organizmi ka mungesë të hormoneve. Mandej çrregullimi tjetër mundet me qenë hipertireoza e kundërta e hipotirozës, ku gjandra tiroide prodhon ma tepër se që duhet hormone, dhe ndonjëherë gjandra tiroide mundet me prodhu hormone në vlera normale, mirë po me gjandrën tiroide të ketë disa ndryshime, disa nyje që ne i quajmë ose disa nëdukse, të cilat në shumicën e rasteve janë ndryshime benigne, ndërsa në disa raste ato mund të jenë edhe maligne. Pra mund të bëhet fjalë për karcinomo të gjandrës tiroide. Ndoshta me fol pak për hipotirozën e në hipertirozën masi veç i përmendëm, atëre me fol kush i shkakton dhe çfarë simptoma këto shfaqen, pasi që janë patologji shumë të shpeshta. Hipotiroza është pra gjendje kur gjandra tiroide prodhon më pak si që duhet hormone, atëre kush e shkakton një hipotirozë, pra një hipofunksion të gjandrës tiroide, është mungesa e jodit në ushqim. Jodin a e marrin mas shumë të madh të kripës së kuzhinës, kështu që mungesa e jodit mundet me shkaktu hipotirozë. Për sot kripat të cilat ne e konsumojmë e ka të standardizuar dozën e jodit, prandaj është shumë e rrallë hipotiroza si pasojë e mungesës së jodit. Mirë po një prej shkaktarëve kryesor të një hipotiroze është një sëmundje kronike inflamatore që quhet tiroiditi kronik Hashimoto. Hashimoto është një sëmundje autoimune. Sëmundje autoimune është sëmundje të cilat organizmi vetë i dëmton organet e tij, e në këtë rast e dëmton gjandrën tiroide. Atëherë simptomet të cilat shfaqen si pasojë e mos funksionimit të gjandrës tiroide janë të shumta, duke pas parasysh pra që këto ndikojnë në funksionin e shumë organeve, atëherë dhe simptomet do të shfaqen në shumë organe. Atëherë një prej simptomeve të parë ndoshta është lodhja, mandej është një përgjumje, është një çrregullim i ndoshta frekuencës së zemrës. Tash gjandra tiroide hormonet e gjandrës marrin pjesë në funksionimin po ashtu të sistemit kardiovaskular, dhe një mungesë e këtyre hormoneve do të shkaktoj një frekuencë më të ulët të zemrës, pra do të jetë pulsi më i ngadalsuar, madje mund të kenë hipotension, mandej këto gjithashtu marrin pjesë në funksionimin edhe të traktit gastrointestinal, do të thonë të lukthit të zorëve. Prandaj mungesa e tyre do të shkaktojë ngadalësimin e funksionit të traktit gastrointestinal, duke shkaktuar çrregullim në tretje, ndonjëherë fryrje të lukthit, shumë shpesh mundet me shkaktu edhe obstipacion, pra kamstëk, tretje të ngadalësuar, pra këto problemet gastrointestinale që mund të shfaqen si pasojë e hipotirozës. Mandej ndikon gjithashtu edhe tek sistemi në përgjithësi në prodhimin e nxehtësisë, prandaj pacientët munden me pas ftoftë, të më thonë ankohen që po narthin kohët e fundit ma shumë, ankohen që e ka një lëkurë ma të thatë, një lëkurë ma të ftoftë, lëkura thahet, mandej munden me pas edhe rrëmje të flokëve, shumë shpesh ankohen dhe më thonë që kanë rrënje të flokëve, ndërsa gjithashtu ndikon edhe në sistemin reproduktiv. Hormonet e gjandrës gjithashtu e kontrollojnë edhe sistemin reproduktiv, kështu që me qenë se mungoj këto, atëhere gratë munden me u anku në çrregullim të ciklit menstrual, pastaj mund të kenë edhe një pamundësi të mbesin shtatzan. Nëse mbesin shtatzan, atëhere rritet gjithmonë rreziku për një abort, sidomos në qoftë se është një hipotirozë e rëndë edhe jo mirë e mjekkuar, edhe gjithashtu janë këto domethënë simptomat që munden me u shfaq. Prandaj është shumë e rëndësishme të detektohet sa më herët hipotiroza me qëllim që të mos shfaqen këto probleme tek gratë. Pse munden me u shfaq edhe me një mekanizëm tjetër çrregullimit, qoftë pamundësia me mbet shtatzan, ose qoftë ndoshta edhe aborti në javët e para të shtatzanisë ose mos zhvillimi i frytit,
është për shkak se hipotireoza mundet me u rritë edhe prolaktina. E prolaktina është një hormon që gjithashtu prodhohet nga hipofizë dhe e cila pastaj i çrregullon ndoshta edhe ciklin, i çrregullon këto hormonet e ul nivelin e estrogjenit dhe të progesteronit edhe i shfaq krejt këto simptome të në sistemin reproduktiv. Janë këto në përgjithësi pra hipotireoza në dalson funksionimin, në qoftë se është një hipotireozë e rëndë, atëherë pacientët flasin më ngadalë, e kanë një zë më të trash, kanë përgjumje, e lëkurë më të thatë, më të entur, rënje të flokëve e kështu me. Cilat gjini i preken ma shumë prej sëmundjeve të gjatërës së rrinte? Më shumë janë femrat të cilat preken, e sidomos pasi që shkaktari kryesor i një hipofunksionit të gjandrës është sëmundja autoimune, është tiroiditi kronik Hashimoto. Dhe të gjitha sëmundjet autoimune shfaqen më tepër te femrat se sa tek meshkujt. Dikun të ndoshta është përqind janë më 10% te gratë, 10% te meshkujt, nuk derivon edhe ende nuk dihet pse sëmundjet autoimune shfaqen më tepër te femrat se sa tek meshkujt. Mirë po, ekziston edhe ajo teoria që gratë i marrin gjitha problemet kështu i përjetojnë ma me emocione, edhe ndoshta japin stres ma tepër vetit dhe që ai stresi ndoshta edhe e ul imunitetin edhe mandej normal që e rritet rrezikun për shfaqjen e këtyre sëmundjeve autoimune. Kështu që edhe tiroiditi kronik Hashimoto është shumë më i shpeshtë tek femrat se sa tek meshkujt. E mosha e cila preken ma shumë dhe a mundet me u paraqitë edhe te fëmijët? Mundet me u paraqitë edhe te fëmijët, mirë po moshat nuk do me thonë nuk ka ndonjë përqindje se kur shfaqen sëmundjet autoimune. Këto tiroiditi Hashimoto mundet me u shfaq në çfarëdo moshe. Sa i përket hipotireozës, hipotireoza mundet me u shfaq qysh në lindje, mirë po kjo është hipotireoza kongjenitale. Hipotireoza kongjenitale shfaqet tek fort, domethënë tek fëmijët e përsalindur dhe ka të bëjë me çrregullimet në gjandrën tiroide tek fryti. Kështu që në qoftë se tek fëmiu nuk është zhvillu gjandra tiroide në domethënë gjatë shtatzanisë, atëherë ai do të ketë pasoja edhe më vonë, për arsye se gjandra tiroide tash do të ndikojë e dim që ndikon domethënë edhe gjithashtu në formimin e trunit të fëmijët, edhe mungesa e saj ka me shkaktu këtë hipotireozë edhe ka me pas deficit mandej të përjetshëm tek fëmiu, domethënë një deficit çfarë një retardim mental tek fëmijët. Sa i përket tash gjatë shtatzanisë është shumë e rëndësi të gjitha shtatzanet ndoshta të bëhet matja e nivelit të TSH-s edhe të shikohet mos ndoshta këto gratë të cilat janë shtatzane kanë hipotireozë. Për arsye se shumë persona kanë hipotireozë, mirë po nuk kanë simptoma të mjaftueshëm që ato të bëjnë analiza. Fatmirësisht kohët e fundit të gjithë ginekologët dhe endokrinologët qysh në fillim të shtatzanisë bëjnë matjen e nivelit të hipotireozës me qëllim që të detektojnë mungesën e hormoneve tek këto femra. Është vlera e TSH-s që është domethënë që preferohet me qenë të shtatzanet është deri në 2.5. Në qoftë se detektojnë në fillim, atëherë menjëherë fillojnë me terapi me levotiroksin, domethënë me zavendësimin e hormonit. Pse është edhe shumë e rëndësishme për arsye se në 3 muajt e parë të shtatzanisë tek fëmiu, tek fryti, nuk zhvillohet gjandra tiroide, prandaj edhe 3 muajt e parë fëmiu i merr hormonet e gjandrës tiroide veç prej nanës. Ndërsa mandej pas 3 muajve fillon me prodhu gjandra tiroide e fëmijut hormone, mirë po është shumë e rëndësishme edhe zhvillimi gjatë këtyre 3 muajve të parë, e sidomos ka të bëjë me një ngjecje mentale që mund të ndodhë tek fëmiu. Ndërsa tek hipotireoza kongjenitale, ajo është një çrregullim tjetër ku pra gjandra e frytit e fëmijut nuk zhvillohet si duhet, kështu që fëmiu ka me pas mungesë të hormoneve të gjandrës tiroide, edhe mandej në lindje do të vrihen. Domethënë janë fëmijë të cilët janë ma hipotonik, i kanë muskujt ma të lëshuar, e kanë gjuhën jashtë, edhe tek këta fatkeqësisht ndodh një ngjecje mentale e cila do t'i përcjell gjatë të jetës, mirë po për me evitu edhe një ngjecje ma të rëndë mental, domethënë mendore, duhet që të bëhet matja e nivelit të TSH-s
qysh në ditët e para të lindjes. Se nëse detektohet domethënë në ditët e para të lindjes, atëherë fëmiu do të merr hormonin edhe do të ketë një gjendje mandej shumë më të mirë se sa nëse nuk detektohet. Tash edhe në Kosovë, në të gjitha shtetet edhe në shtetet e afërta në rajon, bëhet matja a nivelit të TSH qysh në lindje të gjithë të përsalindurit, e kanë si screening domethënë edhe në vendet e afërta, ndërsa tani në Kosovë, më duket që edhe këtu të gjitha foshnjeve të posalindura edhe të gjitha ato e bëjnë matjen e nivelit të TSH pra tek këta fëmijë. A është trashëguese? Po mundet me qenë trashëguese, si gjitha ka dismundje tjera autoimune, edhe hipotiroza mundet me qenë trashëguese. A duhet që njerëzit me bo kontrolla rutinore dhe sa i përket gjandëve steroide, një që është bojnë të ginekologë ose të specialistët e tjerë? E kam fjalën edhe kur nuk kanë simptoma, nuk kanë asnjë problem. Jo, nëse nuk kanë simptoma, nuk është e domosdoshme të bëjnë analizën e gjandrës tiroide. Mirë po kohët e fundit po pothuajse të gjithë specialistët ose specialistët e mjekësisë familjare e kërkojnë shumë. Pasi që me qenë se kjo ndikon në rregullimet e tërë organizmit, atëherë për çfarë do ankese që ata e kanë, është bërë si me thonë një analizave të para që e kërkojnë edhe mjekët e mjekësisë familjare dhe specialistë të tjerë. Problemet me traktin digestiv, atëherë gastroenterologët i kërkojnë hormonet e gjandrës tiroide, problemet me cikël që mundën me u shfaq tek femrat, rregullimet e ciklit pra që vijnë si pasojë të rregullimeve të hormoneve, ginekologët e kërkojnë mandej edhe specialistë të tjerë, domethënë pa marrë parasysh kurse dermatologët e kërkojnë shumë për arsye se mundet pramja e flokëve ose rregullimet që mujnë në fazën e lëkurë, prandaj diagnostifikohet fatmirësisht edhe shumë më shpesh se që është diagnostifikuar. Cilat janë ato analiza që tregojnë që gjandra tiroide ka probleme me funksionin? Kërkohen hormonet e gjandrës tiroide, janë ato te 3 dhe te 4, edhe kërkohet TSH-ja, e cila është hormoni që prodhohet në hipofizë. Zakonisht te hipotireoza hormonet janë të ulta, ndërsa TSH-ja është e lartë, ndërsa mundet me qenë edhe një gjendje tjetër që është hipotireoza subklinike, tek e cila hormonet janë në vlera normale, mirë po TSH-ja është e lartë, edhe gjithashtu nëse dëshirojmë ta gjejmë shkaktarin, ta kuptojmë a kemi të bëjmë me një sëmundje autoimune ose jo, pra a kemi të bëjmë me një tiroidit Hashimoto, atëherë duhet t'i kërkojmë edhe antitrupat, janë anti-TPO-ja dhe anti-TG-ja, që na tregojnë, na vërtetojnë që sëmundja është me natyrë autoimune. Po më kujtohet mu kur më ka referu specialistja e mjekësisë familjare me i bo analizat e gjandrës tiroide, ma ka cek me bo patjetër edhe anti-TPO-n, se është një si analizë më sheft që edhe nëse këto dalin tjera të mirë, ajo tregon që e keni problem. Pse nuk i rekomandohet secilit person anti-TPO-ja? Po tash anti-TPO-ja dhe kushton me u bo derivona e nuk është po as në qendrën klinike universitare, nuk është po as në qendrat e mjekësisë familjare, kështu që është një analizë që kushton. Ndonjëherë ndodh që antitrupat janë të rritur, anti-TPO-ja dhe anti-TG-ja janë të rritur, mirë po funksioni i gjandrës është krejt në rregull. Kjo quhet tiroidit kronik eutiroidik, do të thonë gjandra tiroide i ka atë inflamacionin kronik, mirë po inflamacionit nga këto antitrupa, do të thonë inflamacioni kronik ende nuk e ka dëmtu funksionin e gjandrës. Edhe kjo gjendje mundet me ndodh me zgjatë me vite. Pra mundet me vite, antitrupat munden të jenë të rrituna, ndërsa funksioni i gjandrës të jetë krejt në rregull. Se pacientët shumë meraktosen kur specialisti kërkan dhe shohin që antitrupat janë të rritun, mirë po funksioni i gjandrës është në rregull, atëherë edhe kërkojnë terapi me marrë për këtë rregullim, mirë po çka e ndihmon mandej funksionimin e gjandrës në këtë rast është seleni. Selen ose tableta selen, po në dozën që rrin 200 mikrogram, atëherë këto konsiderohet që seleni e ngadalson pak këtë rregullimin e funksionit të gjandrës. Kur duhet me bo ehën e gjandrës tiroide, përveç këtyre analizave? Eha e gjandrës tiroide është me rëndësi të bëhet si screening, do të thonë, tash kjo është me rëndësi të bëhet në përgjithësi tek të gjithë njerëzit, të gjithë personat, për arsye se me eha përveç se i shohim ndryshimet që munden me qenë të një tiroid që i përgjigje një tiroiditi kronik,
Gjithashtu mund të vrejën shumë shpesh edhe disa nyje që ekzistojnë në gjandrat tiroide, pas gjandra tiroide mundet me funksionu krejt në rregull, mirë po në gjandër të ketë nyje ose siç i quajmë ne noduse. Tash, këto noduse në shumicën e rasteve janë noduse benigni. Janë ndryshime pra në gjandër, të cilat pacienti mundet fare të mos i vrej. Do të thonë shumë prej neve ndoshta kemi noduse, mirë po nuk i vrej. Nuk i vrejnë për arsye se ato mundet me qenë disa milimetra deri në 1 centimetër, pra të janë me një matësi ku neve nuk na shkaktojnë asnjë pengesë, asnjë ankesë, edhe na jemi në rregull me ato. Mirë po, shpesh pacientat e vrejnë që e kanë diçka, e kanë një ndjenjë, do me thonë të trupit të huaj në fyt, ose kur ato rriten ma tepër, ato mund të shihen edhe prej jashtë dhe persona tjerë munden me ju vrejtë dhe pacienti e vren që e ka një fryerje në qafë, ose ndonjëherë ky nodus mund të rritet aq shumë sa të shkaktoj problem edhe me gëlltitje, pra ne kanë shërgullim me gëlltitje, ose ndonjëherë dhe kanë frymëzanie kur janë për shembull në pozitë të shtrirë. Prandaj çfarë të ndryshimi ata i bën që të kërkojnë një mendim të mjekut dhe të bëjnë një ultrazam të gjandrës tiroide. E tash në këtë raste kur e shohim na që është nodus, pothuajse në shumicën e rasteve noduset janë benigne, po ekziston një përqindje e vogël ku noduset munden me qenë maligne. Prandaj detektimi i këtyre noduseve e mandej ekzaminimi i tyre bëhet edhe duke e bërë punksionin, është punksioni do me thonë që bëhet me gjilpër, edhe mirët material prej nodusit, edhe mandej bëhet analiza citologjike, edhe aty vrihet është një klasifikim, i cili mandej na drejton edhe na tregon që analizën e bën mandej patologu, edhe në këto raste me anë të këtij funksioni aspirativ të noduseve të gjandrës tiroide, ne mund të detektojmë edhe kancerët në fazën të hershme të tyre, edhe mandej të bëjnë trajtimin e tyre. Kur është momenti me largu me operim një nodus, qoftë benign ose malign? Këto noduset benigne zakonisht në qoftë se janë shumë të vogla edhe nuk ju shkaktojnë pacientëve të lashe, atëherë ne rekomandojmë të i muajmë bëj përcjelljen e tyre çdo 6 muaj, se çdo një vit preferohet, rekomandohet të bëhet ultrazëri edhe të shikohet apo rritet ose jo. Mirë po rekomandohen të hiqet në qoftë se e bëjnë funksionin dhe na funksion e vrejnë që është klasifikimi ndonjëherë është ajo klasifikimi Bethesda, klasifikimi i cili na tregon që mund të bëhet fjalë për një smundje maligne, e atëre kur na dalin veç për malignitet, atëre është indikacion absolut për me mbu. Ose lobektomi, ndonjëherë hiqet vetëm në qoftë se nodusi do të thonë është mirë kufizuar, hiqet vetëm njëri lop ose hiqet e gjithë gjandra tiroide, ose në rastet kur do të thonë bëhet largimi i gjandrës tiroide, në rastet kur noduset e mas të mëdha sa pacientëve ju shkaktojnë probleme me gëlltitje, ose ju shkakton frymëzanie ose tipi pengon shumë, për arsye se është e rritur ju pengon, ndoshta ndonjëherë në estetik, edhe në rastet të hipertireoza, që mund të flasim tani për hipertireoza, të morbus Graves Basedov, që është smundje autoimune e gjandrës tiroide, e cila gjithashtu shfaqet dikon 80% të femrat në krahasim me meshkujt me 20%, e të tiroiditi kjo, do me thonë të morbus Graves Basedovi, gjandra tiroide rritet, do me thonë ajo karakterizohet me strum, me gjandër të rritun edhe me hiperfunksion të gjandrës. Kështu që na fillojmë me terapi me barna, mirë po në qoftë se pas 2 viteve, do me thonë që kanë marrë barna, te pacientët prapë rikthehet smundja ose vazhdimisht duhet të marrin tableta, atëherë rekomandohet edhe në ato raste të bëhet largimi, pra operimi i gjandrës tiroide. Sa kohë merr në rehabilitimi post-operativ? Zakonisht pacientët nuk kanë shumë efekte anësore pas operacionit. Në raste shumë të rralla mund të bëhet mbrapa gjandrës tiroide janë edhe 4 gjandra tjera paratiroide. Gjandrat paratiroide janë shumë të vogla, edhe këto e kontrollojnë nivelin e kalciumit në gjak. Edhe shumë rrallë, kohët e fundit nuk kemi pas raste ku janë largu dhe gjandrat paratiroide me gjandrën tiroide, atëre kanë pas ndoshta hipokalcemi, kanë pas kërqe në muskuj. Mirë po, sot zakonisht nuk ndodh, kështu që tash komplikimet mujnë me qenë me pas nxirje të zërit ose me pas hipokalcemi, pra hipoparatiroidizëm. Mirë po, rehabilitimi është shumë i shpejtë, edhe pacientët e marrin veten shumë lehtë dhe mandej ata
normal që nuk ju duket lehtë me bo një operacion në qafë, mirë po mandej gjithë janë të kënaqur për arsye se shohin që kanë kalu mirë edhe s'kan pas ndonjë efekt keq. Çka dallon thënë bëja me biopsi? A është e njëjta? E njëjta është, do me thonë Është metoda. po, është do me thonë e njëjta, kjo biopsia që e fine needle aspiration është biopsi me qilpër, do me thonë të hollë, ku futet në mëdus në përcjelljen e ultrazërit, edhe mandej me anë të qilpërës na e bëjmë aspirimin e materialit, do me thonë të nodusit që ndodhet në qendrën tiroide, edhe mandej dërgojmë te encitopatull për ekzaminim. E përmendet më herët që hipotiroidizmi shkakton çrregullime të ciklit menstrual edhe mundet me dërgu deri në infertilitet. Po a mbahet kjo nën kontroll me mjekimin e duhur? A do me thonë që nëse ki hipotiroidizëm patjetër kime pas infertilitet? Unë e di përgjigjem që po pyes për. Mira e hipotiroidizëm. Kam shumë paciente po ndërprej doktorisht që vinë shumë të friksuar për shojnë edhe e marrin shumë afër zamrës edhe do me thonë efekti anësor për cilin brengosën mas shumë që është infertiliteti dhe se cila prej tyre thata ka me linë, s'ka me mujt me linë, s'ka me mujt me linë dhe duhet me ditë krejt që kjo është një përqindje e caktuar jo domosdoshmërisht kam jo ndodh krejtve. Veç normal duhet me mbajt nën kontroll edhe për që ata kisha dashur m'ia dhënë rëndësinë e duhur që mu qetësu krejt ata njerëz që po na shohin. E vërtet është shumica e simptomave dhe problemeve që i shfaq hipotireoza largohen pas fillimit të terapisë. Për arsye se terapia që i të hipotireoza është faktikisht terapia është hormoni. Hormoni i cili po i mungon organizmit, do të thonë është ajo levotiroksina, e që fatmirësisht çaj hormon ekziston si një tablet, edhe do ta marrin gjatë tërë jetës atë tablet. Prandaj kur fillojnë me marrë, ai ndoshta nuk është bashkë hormon që prodhohet prej trupit, mirë po e kryen çatë funksionin e hormoneve të gjandrës tiroide, prandaj veç mandej pacientët fillojnë me u ndi shumë më mirë edhe nuk e kanë më mungesën e hormonit, kështu që funksionojnë krejt normal. Edhe nuk kanë asnjë problem. Edhe fatmirësisht kushton shumë lirë, është një prej banave më të lira në treg, kështu që nuk është problem, nuk muj mua anku as për punën e çmimit të kësaj. Po kur është momenti me fillu terapinë me levotiroksin? Po si e shohim që TSH-ja është ngrit, është tash te hipotireoza subklinike është gjithmonë një diskutim me u fillu mbi 7 do me thonë TSH-ja për arsye te hipotireoza subklinike gjandra tiroide ende prodhon hormone normal, mirë po TSH-ja është rrit. Po si e shohim që TSH-ja është rrit, atëherë dim që gjandra tiroide po funksionon më katale, dhe TSH-ja është rrit për arsye se stimulon gjandrën me prodhu hormone. Mirë po nëse pacienti ka simptoma, ka çrregullim të ciklit ose ka probleme tretje, atëherë fillojmë edhe me kur është për shembull TSH-ja 4, atëherë fillojmë me levotiroksin. Pastaj përkat ushqimeve, të cilat lejohen edhe nuk lejohen tek çrregullimet e gjandrës tiroide, cilat janë ato që bëjnë mirë dhe cilat janë ato që bëjnë keq. Spanaqi, lakna, për arsye se konsiderohet që këto nuk e lojnë me u formu hormonet mjaftueshëm. Pra e ndalin gjatë formimin e tyre dhe zvogëlojnë nivelin e hormoneve të gjandrës tiroide. Ndërsa çka rekomandohet jodi është ai substrati i cili elementi i cili i ndihmon këto prodhimin e hormoneve. Jodi ndodhet ndoshta pak në të kuqen e ves ose në peshk ose në det, do të thonë e marrim jodin. Mirë po, unë mendoj që tash nuk duhet me ndalë edhe krejt të gjemi për ta për arsye se nuk është që me çdo ditë hajmë blanka ose çdo ditë konsumojmë brokoli ose spanaq, po me kufizu me kufizu konsumimin e tyre, sasinë ndoshta të tyre, edhe nuk është që diçka kemi me marrë që ka me na ndihmu besoj në funksionimin e gjandrës tiroide, të pacientët të cilët janë me Hashimoto, të cilët i kanë antitrupa të rritën, çka rekomandohet me marrë përmenda më herët edhe selen. Seleni është element që konsiderohet që i ul pak nivelin e antitrupave, ndërsa selen përmbajnë edhe arat braziliane. Kështu që me i marrë 2 ara braziliane konsiderohet që e marrin sasinë e selenit të duhur, doza e selenit rekomandohet 100 deri në 200 mikrogram në ditë. Tash shumë prej nesh po i thojmë edhe me marr ara braziliane, mirë po ka dhe punime të tilla të cilat thojnë 19 doza e saktë selenit në arën braziliane, prandaj nuk e dim a e marrin me 2 ose 3 ara braziliane sasinë e duhur të selenit. Përveç që nuk e dim sasinë e selenit, mandej po është edhe efekti tjetër anësor, ngritja e yndyrnave. Nuk shkakton ngritje shumë të madhe të yndyrnave. Unë kam pas disa pacienta që kanë predispozit në moshë, pak më të shtyme, që janë të e marrë dhe për shembull në rastin e tyre unë personalisht kisha guxu kisha thonë ma mirë merre tabletën se është
verzioni i sigurt se nuk e din sa jetu ja bo. Po, mirë po, me studime është Okej. pas që këto nuk e ngrisin yndynat. E se të mos yndynat e këqia që kolesterol e Okej. gliceridin. Nuk e ngrisin. Do me thonë nuk ndikojnë për arsye se nuk kanë përmbajtje të tilla të yndynave të këqia. Ora në silane, kështu që janë të sigurta të mirë, edhe tek personat e vjetër edhe që kanë probleme me yndyn. Gluteni edhe soja. Janë dy elemente për cilat aktive tepër shumë, por punën e glutenit e kam përfituar vetë kështu, që do të thonë një efekt shumë negativ, po sojan personalisht e shmangi maksimum 2-3 janë vetë, pavarësisht që më pëlqen shumë për shkak të efekteve anësore. Po, është e vërtetë A që është e këto vërtetuar edhe po kjo? që këto Apo është bëjnë individual? formimin e hormoneve. Okej. Po, përmendet të me thonë dhe soja me u zvoglu konsumimi i tëne, mirë po dhe ushqimet që janë me gluten. Për arsye se këto madje e ngadalsojnë ose edhe e zvoglojnë formimin e hormoneve të gjandrës tiroide. Kur praktikohet rrezatimi me jod, në cilat rast? E tash terapia me radiojod rekomandohet te hipertireoza. Tash te hipertireoza, e dita është një gjendje e cila është e kundërta e hipotireozës. Përderisa te hipotireoza organizmi funksionon krejt do me thonë ma ngadal, atëherë te hipertireoza gjandra tiroide prodhon ma shumë se që duhet hormone, edhe i tërë organizmi funksionon ma shpejt. Kush e shkakton hipertireozën, e përmenda më herët, është morbus Graves Basedowi, që është smundje autoimune dhe që krijon antitrupa të cilat ndikojnë edhe në rritjen e gjandrës tiroide, edhe në hiperfunksionin e saj, pra në prodhimin e tepërt të këtyre hormoneve, mirë po kjo karakterizohet edhe me oftalmopati. Do me thonë me një exoftalmos, me dalje të syve, të bulbuseve të syve, do me thonë jashta orbitës. Edhe në 90% të rasteve ndodh tek femra. Tek kjo smundje shkohet dikon një vit deri në 2 vite me terapi, do me thonë antitiroidiene, terapi që e ul nivelin e hormoneve, mirë po kur e shohim që pas 2 viteve prapë kemi zvoglu dozën e terapisë, ose e kemi ndalë terapinë, edhe megjithatë gjandra prapë po riaktivizohet, atëherë në këto raste terapia e duhur është terapia me radiojod. Për arsye se gjandra tiroide kur është hiperfunksionale e absorbon radiojodin, edhe radiojodin varësisht do me thonë me çfarë doze jepet, atëherë ka me e dëmtu funksionin e gjandrës, ka me e dëmtu do me thonë krejt gjandrën. Prandaj me i ik operacionit, për arsye se tash Basedowi, trajtimi i duhur mas disa viteve në qoftë se ajo gjithmonë prodhon hormone, edhe gjithmonë ka nevojë për terapi, ndërsa pa terapi ka me prodhu hormone, atëherë është metoda, do me thonë, e zgjedhur deri tani, është metoda me operacion, ku bëhet tiroidektomia totale, hiqet do me thonë gjandra tiroide. Mirë po, është terapia me radiojod që mundet me e zamensu një gjë të tillë, për arsye se radiojodi mirret me një dozë dikon jo shumë të madhe, edhe e shkatron gjandrën tiroide, prandaj këta mandej kanë me kalu në hipotireozë. Si me operacion, si me radiojod, mirë po me radiojod është ma lehtë për arsye se nuk ka nevojë të nënshtrohen një intervenimi kirurgjikal. Mandej tjetër çka është tek një shkaktar tjetër i hipertireozës, që është një adenom funksionale. Adenoma është një ndryshim benin në gjandrën tiroide e cila prodhon hormone. Edhe shkaktohet vetëm e përfshin vetëm një lob, ndërsa lobi tjetër mbetet krejt jo funksional. Edhe në këto raste kur është një adenom funksionale që prodhon, do me thonë hormone dhe shkakton hipertireozë, atëherë në këto raste ipet terapia me radiojod, për arsye se indi i gjandrës, i cili është hiperfunksional dhe i cili prodhon ma shumë hormone, e absorbon jodin. Në këtë rast është veç nodusi që po prodhon ma shumë hormone, atëherë ky e absorbon jodin dhe ky ka me u shkatru, përderisa lobi tjetër mandej ka me prodhu krejt normal hormone. Edhe radiojod terapia, mirë po me doza shumë të mëdhaja, jepet tek pacientët të cilët e kanë bërë një tiroidektomi totale, do me thonë i kanë operu gjandrën, mirë po pas operimin të gjandrës, në analizat histopatologjike ka dalë që kanë karcinom. Tash ekzistojnë disa lloje, mirë po ma e shpeshta është karcinoma papillare, edhe pse është hjek gjandra, atëherë te karcinoma papillare, nëse vrejmë që ka ndonjë mbetje të indit, ose edhe nuk e vrejmë fare, mirë po është mirë me u bo një ablacion me radiojod, do me thonë, me doza ma të mëdhaja, për arsye se jodi radioaktiv. Me doza ma të mëdhaja ka me shkatru çfarë do mbetje të indit
në qafë. Kështu që e marrin radiojodin edhe atëherë ai radio do ta shkatroj krejt çfarë do mbjetje dhe me thonë që është në qafë edhe mandej kur qove që përcjellin pacientin. A kryet kjo procedurë në QKUK? Për trajtimin e bazedovit po, për arsye se është jodi me një dozë më të vogël, prandaj dhe ibet jodi në atë dozë, radiojodi, ndërsa sa i përket jo në QKUK, këtone smundjeve malinje, të me thonë ablacioni që bëhet jo nuk ibet, ibet dikon veç në klinika private, mirë po në këto raste kur ne i rekomandojmë pacientët ta bëjnë këtë metodë, edhe atyre ju kushton duke që Ministria e Shëndetësisë ju reimburson. Do me thonë me qenë se është një intervenim që nuk bëhet në klinikë, atëre ju reimburson do me thonë të kohët atë që i ka kushtu trajtimi. Tash bëhet edhe në Kosovë, në një spitalit për privat, mirë po na i kemi referu deri vonë në Shqipëri. A duhet më izolu pacienti që është rrezatu që ka marrë radiojo? Po, ata që ndrojnë aty mandej në spital, që ndrojnë dykont një 3 ditë, edhe e kanë atë dhomën do të thonë, pra arsye derisa të largohet krejt jod radioaktiv, ndërsa tek karcinoma po izolohen, ndërsa tek bazedovi me një dozë që është më e vogël, atëherë nuk kanë nevojë me as të izolohen. Veç për shembull të mos qëndrojnë afër grave shtatzane ose afër fëmijëve, që ajo është me rëndësi. A lejohet me lindë masi që e ke bu këtë terapi? Masi që është në shtëpi? Po, lejo. Po, se mandej. Nuk është rrezik për. Okej, ajo eliminohet. Po eliminohet, nuk ekziston, nuk mbetet jodi në organizëm. Doktoresh, na erdhëm në fund bisedës sonë për sot. Nëse keni ndonjë mesazh që doni me përcjell tek gjithë ata që po na shikojnë, atëherë munderen. Jo, është veç me rëndësi ndoshta me lloj ultrazot të gjandrës tiroide në gjithë të shtetet edhe në rajon, shtetet fqinje, tek të gjitha me thonë bëhet si screening i këtëne i gjandrës, i sëmundjeve të gjandrës tiroide, si screening të me thonë bëhet ultrazor i gjandrës tiroide, edhe pse jo të mos i bëjnë edhe hormonet e gjandrës, ta shikojnë funksionin e gjandrës, ta detektojnë ma herët me qëllim të edhe të trajtimit të më hershëm edhe të sidomos kur është fjala për nëduse, të zbulimit më të hershëm të nëduseve me anë të ultrazorit, edhe mandej të detektimit të smundjeve malinje edhe normal me të trajtimit më të hershëm të këtë. Faleminderit shumë doktoresh që gjatë kohën të sotme me bashkë bisedu. Shpresojmë që të shihemi prapë. Faleminderit shumë për ftesë. Faleminderit gjithë juve që ishit me ne në këtë episod të radhës të podcast. Episodin e plot mund ta ndiqni çdo të në orën 20 në kanalin Vlogcast në YouTube. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja.